Ka vijuar për të 7 ditë radhazi protesta e banorëve të Velipojës, të cilët janë përqendruar përpara ambienteve të prokurorisë së Shkodrës. Banorët kanë depozituar një kërkesë zyrtare drejtuar prokurorisë ku kërkojnë një zgjidhje sa më të shpejtë ligjore lidhur me vërtetësinë e dokumenteve që disponojnë për pronësinë e tokës në zonën e Rjollit, aty ku po ndërtohet resorti turistik i Bashkim Ulajt. Sipas tyre, dokumentacioni që ata zotërojnë provon pronësinë e lishme të tokës dhe kërkojnë nga organet e drejtësisë që çështja të trajtohet me prioritet, duke shmangur zvarritjen e mëtejshme të procesit. Banorët kanë bërë thirrje drejtësisë që të japë një përgjigje sa më parë dhe të mos lejojë që konflikti të mbetet pezull, duke thelluar pasigurinë dhe tensionet në zonë. E nuk e hajduda. Nuk e blem. Duam drejtësi. Prokuroria duam drejtësi. Prokuroria duam drejtësi. Banorët kërkojnë që bashkia t'i dalë krah, ndërsa kërkojnë sqarime për një dëgjesë publike të zhvilluar nga firma ndërtuese Bashkim Ulajt. Banorët thonë se asnjë prej tyre nuk ka marrë pjesë në atë mbledhje. Ndër të tjera, ata theksojnë se janë kundër ndërtimit të resortit të Bashkim Ulajt në Rjoll me pretendimin se u janë grabitur pronat.